dentro de la Constitución. Presidentja në detyrë e Venezuelës ofroi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në një agjendë të fokusuar në zhvillim të përbashkët, duke përdorur një ton pajtues për herë të parë që kur forcat amerikane kapën presidentin e vendit, Nicolás Maduro. Në një deklaratë të postuar në media sociale, presidenti në detyrë Rodriguez tha se qeveria e saj po jepte përparësi një lëvizje drejt marrëdhënieve të respektueshme me Shtetet e Bashkuara, pasi më parë kishte kritikuar bastisjen e së shtunës si një grabitje të palishme të burimeve kombëtare të vendit. Ne ftojmë qeverinë amerikane të bashkëpunojë me ne në një agjendë të orientuar drejt zhvillimit të përbashkët brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare për të forcuar bashkëtesën e qëndrueshme të komunitetit, tha Rodriguez. Presidenti Donald Trump, Popojtan dhe rajoni ynë meritojnë paqe dhe dialog, jo luftë, shtoi ajo. Rodriguez, e cila shërben edhe si ministre e naftës, është konsideruar prej kohësh anatarja më pragmatike e rrethit të ngushtë të Maduros. Trump u tha gazetarëve të dielën se mund të urdhërojë një tjetër sulm nëse Venezuela nuk bashkëpunon me përpjekjet e SBA-s për të hapur industrinë e saj të naftës dhe për të ndaluar trafikun në drogës. Komentet e Trump erdhën në prag të paraqitjes së planifikuar të Maduros të hënën para një gjykatësi federal në New York. Maduro u arrestua gjatë një bastisje ushtarake amerikane të shtunën në Caracas, e cila shkaktoi shqetësim ndërkombëtar dhe zhyti Venezuelën në pasiguri. Zyrtarët e administratës Trump e kanë portretizuar arrestimin si një veprim të zbatimit të ligjit për ta mbajtur Maduron përgjegjës për akuzat penale të ngritura në vitin 2020, që akuzojnë atë për komplot narkoterrorizëm. Maduro, 63 vjeç, përballet me akuza që e akuzojnë atë për ofrimin e mbështetjes për grupe të mëdha të trafikimit të drogës, të tilla si karteli Sinaloa dhe Banda Trendaragua.